Po, sot rreth orës 14 stacioni policor i Podevës ka marrë informacion se në shesh janë dëgjuar të shtëna mbarë zjarri. Njësitë relevant ju kanë përgjegjë rastet, kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe si pasojë përdorimit të armëve të zjarrit janë të plagosur 4 persona, 3 të cilët kanë qenë të përfshirë drejt për drejt në incident dhe një kalimtar i rastit përfatkeqësisht, edhe i cili për fat të mirë ka lindime të lehta trupore. Për motivin nuk mund të them ende sigurt, para arsye se jemi në fazën e parë të grumbullimit të informacioneve dhe posa të kuptojmë motivin me siguri sa do t'ju njoftojmë. Ne informacionet që i kemi dhe mbas injizimeve që kemi nxjerr nga vendi i ngjarjes, 3 persona që kanë qenë drejt për drejt të përfshin janë të lënduar me armë zjarri siç e potencova dhe të njëjtit po trajtohen për momentin në urgjencën e QKK në Prishtinë. Po kanë lidhje familjare dhe problemet janë familjare dhe kë mund të jetë motivi, por saktësisht për motivin nuk mund të themi ende asgjë.